Tashti, në këtë situatë, opozita është e pamundur. Rama ka 83 vota. Protesta që të paralizojnë vendin nuk ka. Këto për mua nuk quhen protesta. Ja shife, pse do ta kem pyetje edhe këtë. Nesër do dali Berisha, ja u bokën po të them 5000 vetë. Çfarë? Po u bon 5000. Se nga 500 nga 300 kanë ardhur tash. Pavarësisht shifrave që japin këto. Presion ndërkombëtar hë për hë Rama nuk ka. Bota është në një turbullirë të madhe për vete që nuk din nga po shkojnë fuqitë e mëdha. Dhe nuk ka kohë njëri të merret me Ramën. Por sa i përket korrupsionit, do të kam thënë shpesh, marrëdhëniet sidomos tash që po bëhen marrëdhënie force në botë, nuk duan me ditë këto se çfarë probleme ka populli shqiptar mrena. Këto duan me politikat e vendeve, po të kenë mirë marrëdhëniet në interesat e atyre fuqive. S'kan ndesh me ditë to 50 vjet që flasin për diktator, ishte Enver Hoxha 50 vjet i boni çat desh qefin në Shqipëri, as se ngacmoi njëri me gisht. Apo jo? Pra, në këtë situatë, Rama ka mandatin e 4 dhe nuk ka kërcënim eminent. Atëherë, çfarë duhet bëjmë media, shoqëria me Ramën? Do të quajmë qeveri një problem, problemi nuk zgjidhet duke bisedu me qeverinë. Unë besoj që klasa politike, Partia Socialiste që është në pushtet, sepse kryeministri është një, edhe pse unë nuk i besoj teorisë që kryeministri nuk i shef ata që hanë dardha, por ka shumë nga ata që hanë gorrica në mos dardha poshtë që kanë krijuar një sistem kalbëzimi sa i takon korrupsionit dhe që padyshim të gjitha këto nuk janë sinjale që dërgohen në nivelet më të larta të qeverisjes, është një ngërç shumë i madh për shoqërinë, në kushtet kur mendojnë që një qeveri duhet të ikë, po nuk gjen alternativën për ta zëvendësuar. Dhe ndaj thash pak më parë që kjo është kriza e leadershipit. Shqiptarët dukshëm nuk e mbështesin opozitën të re dhe të vjetër, po i flas të gjitha, po i përfshi të gjitha bashkë, dhe edhe më fatale është që në kushtet kur thonim që ore nuk bën më Sali Berisha për kryeministër. Dakor, bien që Partia Demokratike po vazhdon të paguaj koston e Berishës, për shkak se në fund, por është një njerëz që ka qenë në të gjitha pushtetet dhe s'ka ç'a provohet më, s'ka ç'a jep më.